Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier përfundoi hetimet dhe dërgoi në gjyq subjektin PV SHPK si dhe administratorin e saj, shtetasin me inicialet BA, në akuzë për kryerjen e veprës penale dëmtimi i habitateve në zonat e mbrojtura mjedisore, parashikuar nga neni 202 fraksion B i Kodit Penal. Nga hetimet u provua kryerja e veprimtarisë palishme, e cila konsistonte në marrjen, nxjerrjen, përpunimin dhe transportimin e inerteve përgjatë lumit të Vjosës, veprime këto që kishin sjellë si pasojë dëmtimin e habitatit natyror të zonës së mbrojtur mjedisore me status të veçantë park natyror. Zona ku janë marrë inertet është nën zonë qendrore, që gëzon shkallën më të lartë të mbrojtjes, si zona trikte, në të cilën nuk lejohet zhvillimi i asnjë lloji veprimtarie ekonomike. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier provoi gjithashtu se shoqëria PV SHPK ka shkaktuar përkeqësim të rënd të habitatit që ndodhet brenda zonës së mbrojtur mjedisore, duke sjellë si pasojë dëmtim të konsiderueshëm të saj përmes shfrytëzimit të tokës me teknologji intensive, mjete si dhe mënyra që shkaktojnë ndryshime rrënjësore në biodiversitet, në strukturën dhe funksionet e ekosistemeve, si dhe që dëmtojnë në mënyrë të pandrejshme sipërfaqen e tokës përgjatë lumit të Vjosës. Ndërkohë në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, gjykata deklaroi fajtor personin juridik shoqërinë PV SHPK, si dhe administratorin e saj, për kryerjen e veprës penale dëmtimi i habitateve në zonat e mbrojtura mjedisore.